është pak, ka ra pak respekti, por prapse apet mirë, si familja jonë afërt ka respekt. Vetëm paga, po gjëra tjera, si thash më herët, mjekësia, shëndet, domethënë në sigurimin e shëndetit, këtu nuk i ki këtu. Kur si ki këtu tash çfarë po mendoj, gjitha janë private, diçka në smundje, diçka nga private gjitha. Na bojna na shalluk që ato 4 javë si vina këtu bojna lëks, dalën për. Unë erdha ashtu 3-4 ditë si kam marrë, për zotin, lokalet plot, mashallah. Përshëndetje. Si e ndërëm? Mirë, faleminderit. Si po kalon? Mirë. Ka punarin, Ka Gjermania. Ka Gjermania. Ju e kena Gjermanin? Po mirë, ftoftë. Keni pushim tash, keni dalë për Kena orë veç për vikend. veç për vikend. Veç për vikend. Edhe për vjetorin pavarësisht apo? Valloj për provetorin jo, po them drejtën se na duhet më kthy, ama vetëm fund javës e zgjetëm kohën edhe erdhëm, pak me vizitu vendin. Sa mirë. Sa shpesh vini në Kosovë? Po 3-4 herë në vit po. A keni dikon këtu familjen? I qel xhaxhait, kështu pse prindi kam në Gjermani, familjen kreti kam në Gjermani. A do thënë, a është tu për respekti, çysh ka qenë të kaluar në Kosovë, si është sot respekti me diasporën? Çfarë faktikisht s'po di më të them të drejtë. Është pak, ka ra pak respekti, por prapse apet mirë, si familja jonë afërt ka respekt. Po diaspora pak në një veti kanë më shumë. Ma shumë. Po. A mendoj që ju më shumë na doni se na që ju dojmë juve? Jo, nuk mendoj. Jemi të njëjtë një familje, mendimi im jo. Edhe na dojnë edhe ju dojnë. Këtë mendimi im është. Sa vite jashtë, val? Unë jam 30 vite. Kohë shumë. A do thënë, a kishe prish leta të marrë në Kosovë jetu edhe me punu këtu? Po thëm drejtën me gjetë një punë, më thonë një punë me standarde qysh më honë, të mira, më konë standarde të mjekësia, më konë këto gjëra, nashta më kishku mendja, më për momentin jo, thëm drejtën. Se kom punën e mirë, profesion kimist, e kom punën e mirë, familjen prind, gruan, fëmijën i kam, kaq. Pasoria ma madh, çfarë standarde kishe dashur me pas Kosovën nëse kthehesh ti? Tash na laj pak. Po të thëm drejtën, tash s'po di që më thonë standardet, se faktikisht edhe këto janë ngritë standardet. Nuk janë edhe ashtu, këto janë standardet kogja mirë, por s'po më thonë tash me thonë nivel standardet kaq me një shumë parë s'po mundë më thonë. Shembull, një rrogë e mirë nëse të shfru me çfarë rrogë kishe pranë në Kosovë me punu? Për shembull, nëse tu të ofroti mund sikur si dihet. Po Allah, tash po më vjen të qysh kesh. Prapërsisht. Po prapërsisht, shumica këtu ka hyp rroga shembull 1000-1500 euro të ka hyp, të thotë, por gjëra tjera janë, nuk është vetëm paga, po gjëra tjera, si thash më herët, mjekësia, shëndet, domethënë në sigurimin e shëndetit, këtu nuk i ki këtu. Kur si ki këtu tash çfarë po mendoj, gjitha janë private, diçka në smundje, diçka nga private gjitha. Familjar kemi pas janë smuar u duft private. Nga privat gjitha privat që ajo është, se më vonë kanë sigurimi mjekësor, u kanë hajde më mirë. Për ndryshe, si që të... Jo pyet këtë në punë, luks, a bëni ma shumë ju, ana? Falloj, po të drejten, kur bo vi këtu, jo. Të drejten, pse, na bojna na shalluk që ato 4 javë si vina këtu, bojna luks, dalën për... Unë erdha ashtu 3-4 ditë si kam marrë, për zotin, lokalet plot, mashallah. Mashallah. Mirë, jo, mendimi im, jo. Se na punojmë një fund javë një qëtunë një djelje, ose një djelje faktikisht, edhe qëtunë punojmë. Do të thonë që na më shumë luks bëna. Më shumë bëni luks. No për kafe delni jo më shumë mendoj. Se na. A kur të vina na këto, bëjmë na. A u kupton tash çfarë po mendoj? E kuptova. Okej. Kënë fund, një mesazh për çdo diasporën, çfarë kishe thënë? Për zotin më ardh me pru fëmit sa më shpesh. Mendimi im fëmit me njoftu kulturën, mu njoftu me familje, mu njoftu që shtojnë me mentalitet tonë. Për ata është mesazhi im kryesor, fëmijën mos mi largu nga vendlindja e prindve, shkurt. Këtë mendim e kam edhe për ata dua sot herë se kam një kohë të lirë me pru fëmijën këtu për shkak mu njoftu me ditë mentalitetin tonë, se na po rritëm në vend ku është tepër ma i përzin me shumë nacionalitete tjera. Për ata unë këtë mesazh kisha thonë për diasporën. Po që kjo iniciativë jote, unë të uroj më të mirat, pushimet të këndshme ty. Faleminderit.